Kufiri botës. Qielli aty tej është puqur me malet. Si të shënoj fundin e botës, kufirin e saj. Imagjinata ime, si një rebele lindur, kërkon ta shkel. Dhe unë që s'mundem ta mbaj. Poi Savanello me librin Muzgjet e Bostonit, libër me poezi, do lexoj disa fjalë për Vojsavën, shkruar nga Dritëroa Golli, Fadil Kraja dhe Josif Papagjoni. Vojsavanello është një poete talentuar, një nga poeteshat e reja që vinte në poezinë shqipe në vitet 70. Që atëherë më ka bërë përshtypje ndjeshmërie e thellë që më shëronte. Me botimin e librave u pa qartë se poezia e saj ishte poezia një femre delikate, e brisht, e ndjeshme, një poezi që del nga shpirti, transparente e bukur me nivel të lartë artistik, plot muzikalitet. Vojsavanello është një poeteshe vërtet, origjinale, ka identitetin dhe figuracionin e saj, metaforat dhe mjetet e tjera artistike. Nuk përzihet libri dhe emri i saj si autore me emra të tjerë. Poezia e saj është spontane dhe të kujton atë që thot Tolstoi. Krijimtaria është si të shtima që kur të vjen nuk e mban dot, dhe Vojsavës i vjen për të shkruar dhe shkruan poezi siç e ndjen, siç e përjeton nga shpirti. Dritëroa Golli. Sa herë e sill në kujtesë mrekullohem se si shpërthyen në vitet 1973-77 një plejad studentësh, poetësh dhe poeteshash aq të talentuar që tani më kanë bërë emër dhe radhiten me merit në antologjinë e poezisë më të ndritshme aktuale shqipe. Mes këtyre studentëve të shkëlqyer, mes këtyre talenteve, zëvon në krye të listës një vajzë e bukur, e gjallë dhe shumë e talentuar, Vojsavanello. Shumë vajza shkruanin e shkruajnë poezi, por shumicës nuk ua dëgjoj më zërin. I merr me vete vorbulla e halleve të jetës. Të rralla janë ato që i qëndrojnë kohës. Një ndër to është Vojsava. Në kujtimet e mia, ish studentja ime, Vojsavanello, ka ngelur si të shngel pranvera në zemrat tona. Poezi e fytyrës dhe shpirtit. Fadil Kraja, shkrimtar, dramaturg. Dhe Vojsavanellon, apo poetja e ngrohtë të jugut, siç jemi mësuar ta quajmë shpesh, e njoh që në vitet 70. Një poetë e re, e butë, e brisht e çiltër sa dhe e bukur, që në botimet e para të saj dalloi ndjenjën e thellë, intensitetin emocional, lirikën e bukur. Poezia e Vojsavës nuk është vështirë të dekodohet, është e dukshme, e rrokshme qysh në shqiptimin e parë. Poetja Vojsavanello vuan brengat e njeriut. Në poezinë e saj ndihet një shpirt i ngarkuar nga vuajtjet e botës. I dhëm fati tjetrit, fati botës. Vojsava vetë është një shpirt e një qenie mbushur me dashuri. Poezitë e saj janë me një ndjenjë të bardhë, ku gjithçka duket si në për të jetë, kur edhe ku të gjithë ne nuk kemi më nevojë të shtiremi e të luajmë teatrin e keq të jetës dhe marrëdhënieve me njëri tjetrin. Ndërsa lexon poezinë e Vojsavës apo e dëgjon të recituar, nuk mund të mos ndihesh fshfërimën lirike të një shpirti të bukur gruaje poete dhe letërsinë shqipe ku prehet ky shpirt. Profesor doktor Josif Papagjoni. Për Vojsavanellon.